është Arbnora Klokoqi, themeluese e platformës Mendje për seanca psikologjike online, e cila është me mua në studio. Mirë se erdhe, Arbnora. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën të uta. Faleminderit juve që keni ardhur, pak po dalim nga kjo politika, por s'mundemi me dalë edhe me dasht. Po të pës, do të ketë njerëz që do të kërkojnë seanca pas gjithë këtyre zhvillimeve politike, apo ngarkohen qytetarët kur po ndodhin këto zgjedhje, 5 palë zgjedhje për brenda një viti. Po, situata jo veç në Kosovë, po situata që po shkojnë politikat edhe luftrat edhe gjithçka që po ndodh, është normal një mbi ngarkesë shumë e madhe për secilin qytetar. Për Kosovën, që është një vend shumë i vogël, normal që kjo vrehet edhe në aspektin social edhe në aspektin psikologjik. Kështu që platforma Mendje, që është një platformë e cila ofron seanca psikologjike, edhe përmes cilës bashkëpunojmë me rreth 40 psikologë që janë pjesë platformës, të cilët i ofrojnë seancat online, është qëllimi kryesor i organizatës tonë që e bojmë, po njëkohësisht ofrojmë edhe këshilla pikërisht për këto tema dhe pikërisht për këto situata që po ndodhen, në mënyrë që me një formë t'i ofrojmë qytetarëve ndihmë se si të menaxhojnë në këto raste stresin e tepërt, ankthin ose edhe depresionin, që janë një prej problematikave kryesore jo vetëm në Kosovë, po edhe në mbar botën. Cila ishte arsyeja që e themelove? A ishin këto pikërisht? Pyetje shumë e vend. Unë të uta jetoj në Berlin, jetoj në Gjermani, edhe arsyeja kryesore ka qenë që tu e pa shoqërinë, rrethin edhe pjesën e diasporës, që nuk kanë qasje shumë të shpejt edhe të lehtë në seanca psikologjike atje, për shkak të barierës së gjuhës, kulturës, shpeshherë edhe nëse e flasin gjuhën gjermane, një psikolog gjerman, kjo ka qenë një prej problematikave kryesore që e kanë shprehë dhe përdoruesit e platformës Mendje, që nuk kanë mri me kuptu kulturën, anën tonë, rënjën tona, se si funksionojmë ne si shoqëri, si familje, si rreth. Edhe e krijova platformën Mendje me qëllimin që me qenë më afër diasporës psikologët shqiptar, njëkohësisht me javja psikologëve shqiptar një vend ku i ofrojnë shërbimet e tyre online edhe për shqiptarët kudo që ndodhen në mbar botën. Më thuj, kush mundemi me hy në këtë platformë dhe qysh me gjetë? A mundemi të gjetë? A mundem unë sot pas ngarkesave që po kam me gjithë të zgjedhje? Pa tjetër, platforma është e hapur për gjithë qytetarët e Kosovës, Shqipërisë, kushdo në thonë gjithmonë, kushdo që flet shqip e ka një vend me u drejtu, edhe nëse ka nevojë për ndihmë psikologjike, mundet me kemi website-in mendje.com ose gjitha rrjetet sociale Mendje, por e kam edhe një lajm që jemi të ndërtuar edhe aplikacionin mobil. Kjo sidomos për shkak të gjeneratave Gen Z që është që gjatë gjithë kohës rinë telefon edhe kemi dash me kriju diçka që edhe nëse rinë telefon të paktën me mësu prej saj edhe me përfitu prej saj edhe në aspektin mendor, me u shfrytzu për mirë. Kështu që edhe për pjesën e diasporës që janë jashtë edhe që do një qasje ma shpejt me fol me psikolog, brenda 24 orëve mujnë me rezervu një seancë psikologjike edhe me fol me një psikolog. Pavarësisht problemi, do të trajtojmë mbi 40 ose 50 tema specifike. Pastaj edhe gjitha problemet e shëndetit mendor, ankthi, depresioni, stresin punë, largësia, sepse dhe unë vetë jetoj në Gjermani dhe e di sa e rëndësishme është që me qenë jashtë larg familjes, me qenë larg shoqërisë, edhe mos me fiten në atë aspektin, mos me undi që po përket në qatë vend, sepse gjithmonë me ndonë për këto, me ndonë për... Por as atje nuk përket. Je si kurse në mesin e dy vendeve, kështu që besoj që me një ndihmë psikologjike, me disa seanca për ata cilët kanë nevojë, është një ndihmës shumë e madhe. Pra duhemi me hy në platformën e juj, në mendje.com, apo përmes rrjeteve sociale në Mendje, dhe aty
Po besojmë komunikohet online edhe caktohet një seancë. Varet nga problemi që ke. I gjithë procesi është online. Do të thotë prej fillimit që hen në mendje.com ose së shpejti dhe në aplikacion, telefon, e downloadon mendje, edhe aty fillon e zgjedh përmes një algoritmi me AI tash, edhe jemi të e përdorur që me qenë sa më sakt, përmes një algoritmi ty takon mendje me psikologun e dur për problemin tënd. Sepse një psikolog mundet me qenë shumë i mirë, por mbase jo për një temë për cilën ti ke nevojë. Psikologët janë me AI, janë psikologët janë real, apo të jo? vërtet. Sa janë të përfshirë, sa prej tyre i keni të përfshirë në... Psikologët i kemi qenë shumë selektiv dhe bashkëpunojmë me psikolog të licencuar, me psikolog klinik, cilët i ofrojnë shërbimet e tyre në mënyrë shumë profesionale. Nuk janë vetëm psikolog nga Kosova, janë edhe psikolog nga Shqipëria, janë edhe psikolog nga diaspora, cilët jetojnë atje, punojnë atje dhe kanë shpreh interese me qenë pjesë e platformës Mendje, në që me i ofru shërbimet e tyre edhe për komunitetin shqiptar. Bashkëpunëtori juaj më tha që është pa pagesë, njerëzit munden me bajt seanca. Është platforma, faktikisht ne funksionojmë në 2 formate. Përmes Mendje si OJQ, kemi apliku në programe të ndryshme që me i ofru këto seanca pa pagesë për ata cilët kanë nevojë për seanca psikologjike, por nuk mund t'i mbulojnë. Kështu që ne jemi në diskutime, në bashkëpunime me edhe institucionet të ndryshme. Fatkeqësisht ende nuk kemi arrit me një, nëse bojmë reale, nuk kemi arrit një marrëveshje me asnjë institucion. Por kjo është edhe ideja që me promovu platformën edhe në aspektin e si OJQ që funksionojmë, në mënyrë që persona të cilët nuk kanë mundësi për me mbulu seancat e tyre psikologjike, me pas mundësin edhe na me ofru që ato si platformë në bashkëpunim me institucionet shtetërore, qoftë Ministria e Shëndetësisë, qoftë Ministria e Drejtësisë, qoftë edhe organizatat e tjera të cilat kanë fonde të mjaftueshme, edhe me mbështet organizata të vogla për një qëllim kaq të madh, besoj që është një thirrje për cilën edhe ndodhem sot këtu. A ka filluar ende ndo kusht të lajmërohet, paraqitet? Po, patjetër se ne funksionojmë që një vetë. Cilat janë kryesisht problemet që i keni parë normalisht konfidencial në emra në këto, sikur që veproni edhe jo, por cilat i keni parë problematikat kryesore që njerëzit i kanë paraqitur? Po, platforma kryesisht po përdoret ma shumë prej pjesës së diasporës, cilët po i rezervojnë seancat online edhe po flasin për temat të ndryshme. 3 nga temat kryesore dhe më të shpeshta janë ankthi, depresioni edhe vetmia, ndjenja e vetmisë edhe kjo që e ceka edhe më herët e përkatësisë, mungesa e një komunitete, është një rutinë për shumicën e diasporës që shkojnë punë edhe mbase kanë shoqëri, po nuk e kanë këtë ndjenjën e komunitetit cilën nuk e kam asun ende, edhe kjo shpeshherë të bën me undi vetmum, të bën me undi që je vetëm edhe që ke nevojë për një mbështetje, e psikologët janë ata të cilët i ofrojnë këshillat e duhura se çysh me u sill në rrethana të tilla, edhe çfarë teknika me përdor që me u ndi sa më mirë. Të falenderoj shumë që ishe në studion ton, edhe një këshill tjetër, tash përgatituni që për zgjedhjet e ardhshme t'i këshilloni sepse bashkëdhetarët e di që votojnë shumë. Faleminderit shumë Teuta, Faleminderit edhe juve.